Mire, dhe kthehemi dhe flasim sërish për 21 janarin. Brisida, paradoksalisht 15 vite më vonë, kemi të njëjtën dosje, kemi të njëjtët the usual suspects, pra kemi të njëjtët dyshuar, por kemi edhe të njëjtin prokuror. Pra, zoti Dumani, mos gaboj Karamuçi ka qenë prokuror në apel. Po nuk është pjesë e kësaj dosje. Është vetëm zoti Sheu. Në deklarimin zyrtar vetëm zoti Sheu. Unë e di që është edhe zoti Biles edhe para 10 minutash kam kontaktuar që ta marr vesh sakt. Si bashkëfirmës e zotit Dumani. Po që si bashkëfirmë. Gjithë veprimet po i bën zoti Sheu. Jo për Alex Nikën, është edhe jo për Alex Nikën. Për Alex Nikën është çështje re dhe prokuror të rinj. Për çështjen unë e di si ju që ka qenë pjesë në apel. Ka qenë apel. Po, ka qenë përfaqësuesi prokurorisë. Dhe me sa diu dhe me sa mbaj mend. Ideja çfarë ndryshon kësaj radhe? Po, ndryshon komplet. Pra thash në fillim që Strasburgu ja ka qëruar aq mirë situatën, ju ka thënë është krim shtetëror, i ka pozicionuar, i detyroi se këta çështja vajte në gjykatë lartë dhe ata prapë kthyen prokurori të Tiranës. Ndërkohë, Spaku Biles ka pasur mbrojtës prokurorin që është tani për 21 janarin. Dhe i ka rënë pati prokurori dhe tani nuk ka më asgjë tjetër veç se të kenë kurajon që me sa shikojnë e kanë, për të mbledhur provat e për t'i thënë hapur. Unë di që edhe përpara se të vinte zyrtari i lartë amerikan, ka pasur shumë persona që janë marrë për 21 janarin, që janë pyetur, por nga që nuk njihesh nga mediat, nuk është se janë identifikuar të gjithë. Nuk e di për zotin Malaj, për Agon Malaj që tani është deputet i Partisë Socialiste, i cili edhe nga fjalët e zotit Veliaj u tha që po bëhet deputet që të shpëtoj nga 21 janari, nuk e di a është pyetur apo jo, sepse pavarësisht se Partia Socialiste thotë që nuk ka qenë fajtor. Malaj ka qenë, po nuk e di a ka qenë. Agron Malaj ka qenë kryetari i grupit të zjarrit. Po, shtirur një herë. Po, më duket e kam parë që e kujtoj që është shtirur një herë SPAK. Prandaj po them që SPAK-u në fakt gjithë këto kohë ka punuar në mënyrë shumë të konservuar, shumë të tërhequr. Prandaj them që mund të kemi surpriza brenda dhjetorit për të dalë brenda biles javës të parë dhjetorit për të dalë me të datës 18 kur zoti Dumani lë detyrën. Jam e bindur që jo vetëm për 21 janarin, por edhe për çështje tjera do kemi goxha të reja. Dhe këtu dalin te fusha preferuar e Romën, që i do të gjithë në burg. Jo, unë të i dojë edhe më keq, po pak të minimumi në burg. Dhe një, unë mendoj që kjo çështje duhet na vërë për para detyrimit, a kemi nevojë ta thellojmë reformën apo jo. Me 10 herë kam thënë, nuk mund të kemi reformë nëse vendimet e padrejta nuk do të zhbëhen. Pra ne kemi nxjerrë jashtë sistemit, po jo tamam, se i kemi edhe në parlament. Pavarësisht ka surprizu njëri prej tyre se është njeriu më i saktë që flet në parlament, paktën më me etikë. Zoti Ndoja. Po, realisht. E vërtetë është. Si parlamentar është njëshi atjerë, por dhe në fund fare, le ta themi, nuk e ka mandatin për Sali Berishës. Nuk ishte në listë sigurt që ishte ish gjykatës e tjerë. Unë mundohem që t'i jap minimumin e hakut se e meriton. I ka dhënë një leksion atyre të vetëve dhe atyre që ka përballë. Tani, këta persona të cilët shumica atyre nuk është se ka bërë qoka thjesht për mirësi, se dakord gjithë jemi të lidhur, shqiptarët janë shokë e miq pjesën më madhe, apo mund të dhe armiq, se jemi në një vend vogël dhe kemi prapë konflikt interesi, por kanë pasur profitime dhe pasuritë parasifikume dhe këta kanë konsumuar para syve tanë. Ne i njohim njerëzit, domethënë. Ata mendojnë se nuk duken, por ne i njohim. Zëre se jemi Big Brother këtu. Tani, ti e dënon këtë se ky, duke shfrytzuar punën e tij, ka shpërdoruar punën e tij, ka bërë korrupsion me punën e tij, pra është ndikuar në vendime gjyqësore që ka dhënë, ai prokurori aty ku ka qenë, policia aty ku ka qenë, doganier e tjerë, por këto vendime gjyqësore nuk zhbëhen. Në një kohë që ne kemi pasur raste, pavarësisht që ka qenë çik makabër, janë zhbërë vendimet e Papa Formosës, edhe është zhvarosur ai dhe janë prerë 3 gisha me cilën ka vënë dhe firmat. Pse, kanë menduar që ai ka qenë i padevotshëm për dhënë disa vendime. Ajo është rast unikal fakt që u zhvaros, u ul në karrige si kufon. Po, i vënë dhe i dhjak si avokat, po, i bën dhe procedurën. Dhe e dënuan dhe të degë. Po, tani, unë marr precedentin. Këto vendime duhet zhbëhen. Atë që thotë Ervini, që si ka mundësi ta quajmë gjykuar. Po, sa gjyqje kam marrë pjesë unë, që gjykatësit i kanë mbyllur çështje për Berisha apo për i tjetër, nuk janë më sistem, apo prokurorët.
Tani, ne duhet i lëmë këto vendime, njerëzit duan, fund duan drejtësit, ti dënon atë që ka bërë vendimin, po jo vendimin dhe pasojët e ti. Po nuk u shbën këto vendime. Dhe në fakt, kjo është një debat që u hapet edhe në kohën e reformës drejtësisë, që për sa kohë ti shkarkon një gjykatës, se i thua për 3, 4, 5 procese gjyqësore, ti e ke marrë vendimin pa drejt, automatikisht dhe procesi duhet shpallet null. Tani, qa shohë unë të rast? Pra, ka që tot Karamushe, kur ti i ke shkarku 9 nga 13 gjykatësit, 11 gjykatësit, e të gjithë proceseve të 1 janarit, automatikisht dhe procesi duhet shpallet null. Besoj se duhet do vim një ditë, po pse të shkojmë sa më shpejt. Tani, një miku im, ish deputeti PS-s nga Amerika, më shkruan, i vodhën plumba tot nga mjek të spitalit të Sharak e tjerë, se ka që dhe mjek. Edhe kështu që serverit i bënde, se s'kam qysu nga afer, i bënde servis vlaj një ish ministri të Rama, sot që ju plagose e jema në klavikun 1 janar. Dhe kompania e vlaj titut ka bërë servisin serverit në atë kohë në kryeministri dhe ka bërë dhe një kopje. Tani, unë po e hedhë këta që i shala... Pra e thoni, ka një kopje... Po pas ka kopje. Pra serveri është shqip... Pra prokurori Karanxhabak e ka thonë që është bërë një kopje. Ky zotëria thotë që e di kush dhe e ka bërë kopjen. Së mund të besohet, sa thonë njerëzit privatisht, me siguria... Po vafshin edhe këta të Ramës sa para Berishë, se meritojnë bileta, nisë mund besohet se janë këta të një. Me atë gjë, e lidhë me faktin që njerëzit druajnë dhe bëjnë si juristë. Po mirë, po fjalla ime, nuk është më besueshme se fjalla e personit. Faktikisht këtë të Romeo qëndronë se kemi një kopje në dispozicion dhe nuk po gjehet nga ka dalë. Atë njëri në Amerikë A e njëri nga Amerika ka qenë deputeti për së zla? A e tregon ku është gjetur kopja. Shiko tani, po qa lidhe kanë këta? Këta janë më deputet se aji. A i po thot... Ne nuk do të për ta gjetur. A i po thot që eksiston një kopje... Po pse duhet ta bëjë unë dyshim? është si vërtet ta maj spaku, ti shkoj dhe unë... që bën njeri Romeo... Ndoshta e kam... Unë jam gati t'ikin nese, po të trasin, se i kime qef atje, edhe të shkoj dhe t'ja afroj dhe këtë. është bërë, ju se ka i në Amerikë, jo. Ta marri se mbi atë qështje... Rome, ka që fushës gjëja, do ishte gjëpur... Romeo, ti po thua që ky personi thot ty që e di personin që e ka kopjen e serverit. Ora, i po ma thot këtu, po më ndjek live.